Në 2006 në është bërë një debat në grup parlamentar midis me dhe Sali Berishës për legalizimet. Sepse futi me ligj legalizimin e ndërtesave informale brenda vijës verdh qyteteve, ku Tirana ishte më e prekur. I thash bashku kemi pasur një dialog që nëse rivim në pushtet do të trajtojmë si duhet ish pronarët. Është kështu, i thash apo jo? Jo, është vendim politik. Mirë, nëse është vendim politik, votoni, unë se votoj. Dhe nuk e kam votuar. Dhe pastaj, pasi nuk e votove, u zgjodhe presidenti i Republikës. Po, atëherë dalim në atë... Se u zgjodhe presidenti? Dalim në atë lloj konteksti. Se unë kam votuar, për shembull, kam votuar, ja, pa them votën time. E kam votuar presidentin Topi asaj kohe me bindje të plot, si ishte figura më e mirë për zgjedhjen. Unë të falenderoj shumë edhe votar sekrete, po do ta them edhe mbas kaq kohësh. Po pse shkove president kur nuk ishte dakord me programin e Partisë Demokratike? Dëgjoj, jo. Trien PD dhe sot merrje Partinë Demokratike. Sot e merrje Partinë Demokratike. Mos e thjeshtoj histori. Jo, nuk ishte dakord, përkundërsisht, të thashë Partia Demokratike kishte një program. Dhe ai program ne na kishte ftuar që secili të kontribonte. Cili ishte programi? Ishte kompensimi dhe rikthimi i drejtës së ish pronarëve. Të përndjegur politik, apo jo? Po. Unë isha zëri i djathës atje.